Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Punoj në bashki dhe ajo që kam parë më ka shokuar. Nuk e kisha menduar kurrë se një punë administrate do të më ndryshonte jetën. Isha vetëm një vajzë 27 vjeçare që kërkonte stabilitet, një pagë të rregullt dhe një vend ku të ndihesha e vlefshme. Kur më telefonuan për të filluar punë në bashki, isha e bindur se më në fund gjërat po merrnin drejtimin e duhur. Nuk kisha as iden më të vogël se po hyja në një botë tjetër, një botë ku asgjë nuk është si dukej. Ditën e parë më pritën me fjalë shumë të mira, me kafe dhe me komplimenta. Këtu jemi si familje, më tha shefja e sektorit, një grua rreth të 50-ave me këpucë që gërvishnin dyshemen sa herë vinte drejt tavolinës time. Por gjërat ndryshuan brenda ditës së parë. Sapo shefja u largua, një kolege më pa drejt dhe më tha: "Shiko shumë dhe fol pak dhe, me rëndësishmja, mos i beso asnjë njeriu." Qesha nervozisht, por brenda barku më ngurtësua. Nuk e dija se ajo fjali do të bëj udhëzimi im i mbijetesës. 3 ditë më vonë, ndërsa rendisa dokumentet, pash një dosje pa numër protokolli. Gjante e vjetër, e grisur, sikur e kishin hapur 100 herë. Brenda kishte kërkesa për leje ndërtimi të refuzuara, por mbi to kishte shënime me stilolaps. U zgjidh, partneri jep okejn, mos e protokollo. Nuk po kuptoja gjë. Pse një dosje që duhet ishte refuzuar ishte në tavolinën e shefes me shënimin u zgjidh? Pse ishte e fshehur dhe pse askush nuk fliste? Ja tregova koleges së re. Ajo mbylli dosjen me nxitim dhe më tha: "Ti nuk e ke parë këtë. Po të pyetën thuaj që nuk e parë gjë." Fjalët e saj më shpuan barkun si thik. Më pas filluan oraret e vona, ora kur në fakt binte dhe maska. Në bashki pas orës 5 ndërtesa ndërronte fytyrë. Dritat fikeshin pjesërisht, njerëzit që ditën ishin të stresuar, natën bëheshin të qeshur dhe të lumtur. Hapeshin shishe, lëviznin zarfe, përmendeshin emra firmash, persona, kush i përkiste kujt. Unë rija në tavolinën time duke u shtirur sikur po punoja. Dhe dëgjoja më shumë se ç'duhet të dëgjoja. Një natë pash diçka që në fakt nuk duhet ta shija. Ishte shumë vonë, isha vetëm në katin e 2 duke mbledhur letrat sepse nesër kishim inspektim. Po kaloja në korridor kur dëgjova zëra nga një dhomë që sipas planit duhet të ishte e mbyllur. E hapa pak derën. Shefja e madhe e planifikimit ishte me 2 burra me kostumet e errta. Në tavolinë kishte zarfa shumë të trash. Njëri prej tyre i hapi dhe pash qartë lekët që rrëshqisnin mbi tavolinë. Ajo tha: "Dosje do t'i fusim te lista e urgjencës. Ti më sill njoftimin e financës brenda javës." Një prej burrave qeshi: "Edhe shpërblimi tjetër vjen sapo të dalë vendimi, e di që funksionon gjithmonë." Për pak më ndali fryma. Ktheva shpinën ngadalë, por dera kërciti lehtë. Gjithçka heshti. Zëri i shefes ras si thik. "Kush është aty?" U fsheha pas një shtylle. Mu drodhën këmbët. "Kush është?" bërtiti ajo. Hapa tu afruan drejt derës. Mendova se do mos zbulonin se dhe kisha mbaruar në atë moment. Por një koleg doli nga tualeti dhe bëri zhurmë. Hapat u ndalën qetësisht. E lash frymën shumë pak dhe dola vrap nga ndërtesa pa kthyer kokën. Në mëngjes, shefja e madhe mu afrua pranë tavolinës time dhe ajo kurrë nuk më fliste, por atë ditë më buzë qeshi. E di që ke ambicie të mëdha. Këtu shpërblen njerëzit e urtë, mos u ngatro me gjëra që nuk të takojnë. Jeta është më e thjeshtë kur nuk sheh shumë. Çdo fjalë e saj ishte kërcënim i fshehur. U ktheva tek tavolina ime me duar që më dridheshin. Ajo e dinte që unë e kisha parë. Pastaj filluan rastësitë e çuditshme. Një ditë gjeta çantën e rrotulluar, ditën tjetër më humbi dosja që punoja. Në telefon mora një mesazh pa emër ku thuaj: "Mos haro, të gjithë jemi të zëvendësueshëm." Në ashensor, 2 burra më panë sikur po matnin nëse do të flisja apo jo. Kolegja ndërkohë më tha: "E di çfarë ke parë, mos fol, këtu njerëzit jo vetëm pushohen nga puna, ndonjëherë zhduken nga sistemi." Nuk e di nëse donte të më mbante gjalla apo të më friksonte.
Sot jam ende aty, por çdo ditë ndjej se ec në tejën e thikës. Nuk kam luksin të iki, kam kredi, familje dhe përgjegjësi. Por çdo ditë pres që dikush të më thëras në zyrë dhe të më thonë, na duhet të flasim për mbrëmjen e asaj nate. Ndonjëherë ndjej se në bashki punoj fizikisht, por psikologjikisht jam në burg. Dhe ajo që kam parë më shoqëron çdo ditë prej asaj nate, sepse realiteti që pash nuk zhduket, thjesht mbyllet në dosje pa protokoll, ashtu siç jam mbyllur edhe unë.